Sa rekomandohet verës me majt dieta? Qofshin ato edhe të licencuara si dieta të taman të një zyrtari shëndetësor? Qyre, kur nalë me analizojmë vera është shumë ma e favorshme për me hu pesh, po normal njën e du. Unë si jam as njëherë edhe kushdo që më lyp një dietë ose një plan kështu shumë shpejt, thjesht nuk është që moj me ndimu. Mundesh me up shumë kilogram, mundesh me up edhe 10 edhe 15 brenda muajit, pa problem, nëse vetë që largon... Me shku në ekstrem. Po, me shku në ekstrem, po thjesht pasojat që i bojmë, jam pasojat që afat gjatë nuk më i mirë rikuperu. Edhe thjesht nështë mashtruam prej asoj që largojmë ndyrë vjamore, largojmë këto, po thjesht nuk i me largojmë ndyrë vjamore, pastrohet zora, ose largohet sasi e lartë e ujit, edhe normal që dej droshë, kjo nga bëmë pasoja. Unë si jam as njerë pro e dietave të shpejta, unë preferoj me kriju rutin, nëse veç e marrë dikon për me këshilu për një mjëqenje të mirë, për dieta ose për plan, atër pa tjetër du me disciplinu edhe suksesi ma i madhi jemi është që mas një viti përveç që hu peshen që dan, ajo pesh nuk i kthejhet mu. Edhe mëson se qysh me vepru me trupin e vetë, edhe nëse veç dikush filan tash në verën tjetër, ka me arrit ato që dan, edhe ju veç në verën tjetër, po edhe shumë vera tjera ka me di qysh me vepru me trupin e vetë. Edhe kjo është zgjidhja e duhur.